Jagland I shkruan Epstein. Kam qenë në Tiranë, vajza të bukura. Një email I datës 25 maj 2012 tregon se Thorbjørn Jagland, sekretari I përgjithshëm I Këshillit të Evropës në atë kohë, I ka shkruar Jeffrey Epstein, duke I treguar se kishte qenë në Tiranë. Në mesazhin elektronik, Jagland shkruan: Kam qenë në Tiranë, vajza të bukura. Emaili është dërguar një ditë pas vizitës zyrtare të Jagland në Shqipëri, informon dritare.net. Kush është Thorbjørn Jagland? Jagland ishte sekretari I përgjithshëm I Këshillit të Evropës, institucioni pan-europian që mbikëqyr demokracinë, të drejtat e njeriut dhe shtetin e së drejtës në 47 vende. Ai ka qenë gjithashtu ish kryeministër dhe ish ministër I jashtëm I Norvegjisë, informon dritare.net. Kush ishte Jeffrey Epstein? Jeffrey Epstein ishte financier amerikan, I cili më vonë u bë I njohur ndërkombëtarisht për akuzat dhe dënimet për abuzim seksual dhe trafikim të miturave, si dhe për lidhjet e tij me figura të fuqishme politike, akademike dhe financiare në SBA dhe Europë. Ai vdiq në burg në vitin 2019 në rrethana të diskutueshme. A ka qenë Jagland në Tiranë? Sipas burimeve publike dhe arkivave zyrtare, Jagland ka qenë realisht në Tiranë më 24 maj 2012 në kuadër të një vizite institucionale. Gjatë kësaj vizite ai ka zhvilluar takime zyrtare me Edmond Haxhinaston, ministri I jashtëm I asaj kohe, Sali Berisha kryeministër dhe Bamir Topi presidenti I asaj kohe. Çfarë nuk dihet? Emaili nuk jep asnjë detaj mbi takime private apo aktivitete jashtë agjendës zyrtare. Komenti I bërë në komunikimin privat me Epstein është personal dhe nuk shoqërohet me shpjegime apo kontekst shtesë. Ai mund të jetë vëzhgim personal, por dërguar një rekrutuesi vajzësh të vogla për t'i përdorur nga elita botërore, ky mail me siguri e ka një histori që vazhdon.